5 themelet imanore në edukimin e fëmijëve. Për ta filluar një proces edukator të saktë dhe preciz, kemi nevojë që ta fillojmë në formë të planifikuar dhe shkencor. Po ashtu kemi nevojë për precizitet dhe saktësi në zgjidhjen e mjeteve dhe metodave të përshtatshme për çdo person në veçanti. Islami e ka themeluar metodologjinë e tij të madhe edukatore në një formë që i përshtatet çdo individi, sido që të jenë cilësitë e tija. Neve na mbetet që ta hulumtojmë dhe meditojmë brendësinë dhe kuptimet e kësaj metodologjie, që të arrijmë në zgjidhjen e çdo problemi edukator dhe shërimin e çdo sëmundjes që paraqitet te fëmijët tanë dhe po ashtu tek ne të moshuarit. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam themeloi metodologji edukatore dhe shkollën familjare të rrallë, unike në kultivimin dhe edukimin e fëmijëve. Po ashtu vendosi rregulla edukatore teorike të cilat i dëshmojnë me sukses të madh praktika, dhe tërë bota ende vazhdon ta dëshmon superioritetin e kësaj edukate.